Një asteroid me madhësinë e 3 fushave të futbollit do të kalojë pranë Tokës brenda 3 vitesh, duke ofruar një mundësi të rrallë për shkencëtarët që ta studiojnë nga afër këtë kolos hapësinor. I mbiquajtur Apophis, sipas hyjnisë egjiptiane të njohur si Zoti i Kaosit, asteroidi pritet t'i afrohet planetit tonë më 13 prill 2029, njofton NASA. Asteroidi do të jetë rreth 32.186 kilometra larg sipërfaqes së Tokës. Shkencëtarët e konsiderojnë Apophisin si një asteroid potencialisht të rrezikshëm, por NASA nuk mendon se mund të ketë përplasje me Tokën për të paktën 100 vjet. Ai nuk përbën kërcënim për planetin, për banorët e tij, astronautët apo satelitet në hapësirë, shpjegoi agjencia. Ngjarja në vetvete megjithatë konsiderohet si një mundësi e jashtëzakonshme për të mësuar më shumë rreth Apophis dhe asteroidëve të tjerë që lëvizin pranë Tokës. Një asteroid aq i madh që kalon kaq afër planetit tonë është shumë i rrallë. NASA vlerëson se fenomene të tilla ndodhin mesatarisht vetëm një herë në disa mijëra vjet. Nëse ky vlerësim është i saktë, kalimi i Apophisit në vitin 2029 do të jetë hera e parë në histori që një ngjarje e tillë do të vëzhgohet nga afër me teknologjinë moderne.